ose kundër përdorimit të fesë për show nëpër media. Kemi pas që ka fillu me të madhe më përdor për me kriju show, spektakël, futja e fesë. Pavarësisht cilës çdo fe. Fenë e kem, s'ka ça më tira feje. Mirë po, a duhet të përdoret feja për lojë, siç është në Big Brother që po tentohet përdoret feja? Feja është fe. Qysh na kanë në pleq, s'kim na. A nuk duhet të përdoret nga vetë? Nuk duhet hiç. Feja s'duhet hiç. A mendoni që mbrapa kësaj ka një agent huaj që ndoshta po tentojnë përmes media? Serbia. Po, Serbia. Do i ka, se sa në gjithë i ka posë dhe i kapet. Një fakt për pa vjet do të më konë. Në media ka filluar të përdoret mas të madhe feja. A do duhej që media të mos e përdorin fenë për të krijuar spektakle? Po. A jeni kundër kësaj sepse në javën e kaluar kemi parë që në një spektakël siç është Big Brother është tentuar të përdoret feja për mbulimin e një banori atje. A jeni kundër kësaj ose pro ose si po e shihni gjithë këtë spektakël që po e krijon media karshi fesë? Unë për shembull vetë 5 vakte falna. Edhe s'po shoh kur gjë keqe, pse ti fen ton e respekton. Gjithkush kur kush nuk është kundër, me respektu gjithkush fenë e vet. Aha, pse tash o bo kjo, me kundërshtu kundër fesë, çka pi, shtynë çka kanë interes. Unë s'po kuptoj. Pa të duhet të përdorej për spektakle, për të krijuar show, feja, çfarë do lloj feje? Nuk ka rëndësi, nuk po flasim për islamin ose katolizmin. Po, s'po di pse. Pse po përdoren ashtu, pse kanë fillu me kundërshtu. Une gjithë jom konë, gjithë kush adem për fenë e vetë le t'ufton, le të respekton, ama edhe fenë tjetër me respektu. Ama jo me përdor me kësi media e këto sene, për të keqë. Qëto, s'po di ku po dojnë me shku, çka po fitojnë pe... Menoni që po diçka mbrapa kësaj, ndonjë agent e huaj? Bon maki, bon edhe në agent mundet. Ama pse që ka interes për asajna? Ndoshta për të krijuar destabilitet? Bon maki edhe ajo. Bon, tash, çfarë kohe jemi atë, qaq keq janë tu vepru do njerëz, po tash edhe që ako shihni edhe me Palestinë, po mduket krejt bota ka fillu me pas këtë kundërshtar fesë islame. Unë s'po them që fe islame ka edhe keq. Ka që keq po përdor. Këshe po... Po, a kënena tjetër diçka punojnë. Po. Edhe për që ato po them, inshallah bot nëherë më mirë. Po, në të kaluarën në media në Kosovë nuk është që është futur shumë feja. Mirë, po kohëve të fundit kemi parë që me të madhe po ka tendencë të përdoret në çdo lloj emisioni. Ju si qytetare, sa po ju revolton kjo? A do duhej feja të mbetet jashtë kësaj gjëje? Po. Jashtë kësaj që po përdoren për keq. Po. Letë lejnë rahat. Mediatike për spektakël. Sidomos për spektakël. Unë pa tani që Big Brother ka pas edhe një vajzë ka tentuar të mbuluar, ka shpreh dëshirën për të mbuluar, mirë po është spekuluar si show, nuk është besuar që e ka në realitet. Edhe a shifni qa ka, qa s'po bojnë, s'ka s'po përdoren, si di, inshallah, po thom, inshallah vjen dita e këto probleme nuk përsëriten. Si po e shihni që në për televizione, në për show emisione, po futet edhe feja, po përdoret për spektakle? Kjo është tepër e padurueshme. Është e padurueshme. E padurueshme kjo. A do duhej të reagonin agjencionet që mbikëqyrin media, si këtë rast KPM-ja, mediat e shkruara? Gjithsesi. Krejt, jo është KPM, po gjithsesi krejt. Kemi pasur javën e kaluar spektaklin Big Brother Kosova, një banore e cila ka tentuar të mbulohet brenda. E vrejta, gati u lu për pak. Si e shihni ju, ajo e ka përdorur për lojë? Ka përdorur për lojë, po është. A do duhej këtë rast media ta lejonte një gjë të tillë të përdoret feja? Absolutikisht. Unë bile bashkë me vetë mua, që këtë Big Brother s'na takon një veç, që të se kishna ketë edhe këtu dhe Shqipëri. Mendoni se populli shqiptar nuk është i gatshëm për spektakle të tilla? Ta janë vullgare janë. Vullgare janë. Këtë në rregull është. Ne jemi njerëz që duhet me pas pak
Me pas njerësi, me pas edukatën. Po të kohët kena pas Jonë kësi farë edukat. mënyre, jonë kësi farë asene. Qa u morë vesh e me kaldu të lakën, a svetim Po nëse jo të shë. të lake, po e pa e qa shpikje. Po jo, Pa e me- lojgje, që më ta në promë. Aja që më shkan matë. Kështu. Treshi. E treshi të. Po. hajde kaloni mirë. Idiotizm e rebra e bëjë që atë hoqët.